Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në pikë. Në bulevardin e dëshmorëve në Tiranë, prej 2 muajsh protestat nuk ndalen pavarësisht tentativave të shumta të eksponentëve politik për ta zgjesuar atë, fituar prej saj, ndryshuar apo miqësuar. Por ata të rinj e të reja që nuk e kanë problem të quhen sorra a korba, nuk tuten as nga fjalët, as nga presionet fizike të forcave të rendit që hera herës provokojnë me kast apo kërcënojnë jashtë petkut atyre që duhet të na sigurojnë jetën sipas pretendimeve të njërit prej zërave kryesor të paktën të dubinimit Gent Progni. Ata ecin përpara me mbështetjen më të madhe, ndërgjegjen personale dhe përkrahjen e të huajve që e kanë bërë kauz apo janë frymëzuar për fjalën e tyre në ambientet ku ligjërojnë. Dokumenta e raporte nuk e përjashtojnë këtë zë që vjen nga Tirana, ku thirrja Rama jepe dorëheqjen është kthyer në refren për veshët e shumë kujt. Ashtu sikurse një raport i fundit i Agjencisë Amerikane, OSAC, e cila harton vlerësime për Departamentin Amerikan të Shtetit, ka rikthyer në qendër të debatit çështjen e krimit të organizuar, korrupsionit dhe sigurisë në vendin tonë. Dokumenti ngresh shqetësime për ndikimin e grupeve kriminale, pastrimin e parave, korrupsionin institucional dhe infiltrimin e elementeve kriminale në institucione shtetërore, ndërsa vjen në një moment kur Shqipëria po forcon bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes. Të gjitha këto i diskutojmë sa vijon me kolonelin Dritan Demiraj që na bashkohet nga Shtetet e Bashkuara. Faleminderit kolonel që gjetët kohë të jeni me ne sot. Po shkëlqyesi. Si ju duket juve kjo që po ndodh në Shqipëri në 2 muaj protest tani më? Është një nga ngjarjet, unë e konsideroj, por gjithë shqiptarët në mënyrë të veçantë ne që jetojmë jashtë shtetit, e konsiderojmë një nga ngjarjet më të rëndësishme që nga periudha e ndryshimit të regjimit komunist. Për shkak se kjo tregon që rinia shqiptare, nënat, motrat, gratë, familjarët, studentët, të gjithë nuk e pranojnë dizinformimin, mashtrimin e kryekorbit të rilindjes. Nuk pranojnë të trajtohen si dele, nuk pranojnë të mashtrohet, të gënjehen me arritjet imagjinare të sektit të rilindjes. Dhe kjo është një shpresë e jashtëzakonshme. Unë në mënyrë të veçantë të gjithë intervistat e 2-3 viteve të fundit kam bërë thirrje, sigurisht në mënyrë modeste, që ky është momenti përfundimtar i vendit. Në rast se rinia, në rast se populli shqiptar dhe ajo që konsiderohet si pjesa gri, pra që nuk është e angazhuar as me Partinë Socialiste as me partitë e opozitës, duhet t'i bashkohet kësaj lëvizje, pasi kjo lëvizje, largimi i kryekorbit kërkon një masë e cila tashmë po krijohet. Zoti Demiraj, si i vlerësoni në këtë kuadër pushtetet të gjitha në rolin e tyre, përfshi edhe median që përballet me qytetarët? Në Shqipëri, në qoftë se ka një nga pushtetet, që ju e dini, media është një nga 4 pushtetet, tashmë prej shumë vitesh, paktën prej 10 vitesh, të gjitha mediat, me përjashtim të një media, janë të gjitha nën kontrollin dhe udhëzimet e kryeministit Nikje Edi Rama, në largim Edi Rama. Këtë kemi parë edhe për sa i përket tematikave në prime time, ku të gjithë ata që unë s'po i përmend këtu se nuk është etike, për shkak se i njoh gjithë. Patjetër. Përfshi këtu që nga ju e të gjithë njerëzit që kanë qenë pjesë e mediave të shqiptare, një pjesë e ndershme, profesioniste e tyre në cilën bëni pjesë edhe ju, por që pjesa prime time është në shërbim të vjedhjes së shqiptarëve, të gënjeshtrave, të dizinformimit dhe të mashtrimit shqiptarëve. Dhe pikërisht një nga raportet kryesore, OSAC, që sapo ju cituat, e ka konsideruar median shqiptare të kapur, dhe ky është një nga problemet kryesore. Për shkak se të gjitha ata që cilësohen thojza analist, nuk janë asgjë më tepër, janë njerëz të cilët i shërbejnë propagandës, gënjeshtrës, mashtrimit, për zhvillime të Shqipërisë imagjinare, me qëllim për të shërbyer vetëm agjendës së shpopullimit shqiptar, pra të largimit të shqiptarëve, agjendës së Edi Ramës, dhe paguen me parat e vjedhura të shqiptarëve dhe një pjesë e tyre financohen edhe nga vende jo miqësore. Kolonel, ju referuat kryeministrit Rama si kryeministri në ikje.
Mirë po, a i bëri përqapjen e radhës, duke i prezantuar atyre që ndodhe në bulevard, të cilat a i, ndoshta me të drejt apo pa drejt, nuk di, por mua më dhem kur i thot Sorra e Korba, i propozon besën. Është ky një shtrirje dore apo një kamuflazh i asaj që pritet të jetë hapi i radhës si një kryeministri si ai? Kam dy përgjigje. Spari për Korbat dhe Sorrat. Tashmë, me qenë se ai ka konsideruar protestuesit e lirisë, të ardhmes së Shqipërisë, Sorra dhe Korba, ne të gjithë kemi vendosur në të gjitha shkrimet dhe daljet televizive i referohemi atij si krye Korbi i rilindjes, ndërsa përfaqësuesve të tij në parlament, në qeveri, në bashki, si Sorrat e rilindjes. Pra po i përgjigjemi me të njëjtën monedhë. Së dyti, kjo nuk shkon fare, ky krahasim me ata njerëz të cilët protestojnë në shesh. Për shkak se ju dini që Korbat ushqehen me mbetje të vdekura, të ngordhura. Dhe ai që po ngordh një popull dhe po përpiqet ta ushqejë me gjërat e ngordhura nuk është askush më pak se sa kryeministri në largim Edi Rama. Sa i përket asaj pyetjes kryesore që ju bët, në qoftë se ka një njeri që njihet që në 8 vjeçare në klubin e sportit, në të gjitha ambientet që nga e viteve 90 në Akademinë e Arteve, por dhe më pas në Bashkinë e Tiranës dhe deri në ditën e sotme, si njeriu më i pabes, që nuk ka bes në asnjë lloj domeni që quhet, as në shoqëri, as miqësi, as në familje, as kërkund, është kryeministri në largim, kryetari i sektit Rilindje Edi Rama. Dhe për rrjedhoj, një njeri i pa fe, i pa bes, nuk mund t'i kërkoj bes popullit të cilin e ka prerë në bes që nga dita parë që ai popull i ka dhënë një mundësi si askujt tjetër në historinë e Shqipërisë. Që kur është kriju Shqipëria 1912, Edi Rama e ka tradhtuar këtë bes dhe për rrjedhoj, askush nga shqiptarët, sigurisht me përjashtim të sektit më të ndyrë të shqiptarëve që janë patronazhistët, askush nuk do t'ja pranoj besën atij. Besa e fundit që Edi Rama do ketë nga shqiptarët brenda dhe jashtë Shqipërisë është largimi i panegocueshëm nga drejtimi i Shqipërisë. Sot jemi 2 muaj protest e vazhdueshme, qëndrim stoik në atë bulevard dhe opinioni publik është i ndarë, sepse janë disa që besojnë që kjo protest e ka dëmtuar Edi Ramën në imazhin e tij qoftë jashtë apo mbështetjen brenda, por nga ana tjetër është edhe një palë që thotë se Edi Rama në vetvete e do protestën. Ai prandaj provokon qoftë nëpërmjet forcave të rendit, ata që protestojnë para parlamentit, apo edhe me këto deklarata si për të nxitur më tepër pjesëmarrjen në atë bulevard, e pas së cilave ndoshta mund të fshihet ndonjë tjetër plan. Si mendoni ju? Absolutisht jo, është pjesë e propagandës së tij, e njerëzve të tij të paguar për të krijuar keq perceptim. Sikur ai e do protestën. Ai është i tmerruar nga protesta. Këtë e kemi parë që në 3-4 ditët e para, që nga sjelljet e tij që bëri në parlament, që bëri gjatë takimit me përfaqësuesit e parlamentit, me kryetarët e bashkive, me ministrat e tij, por edhe nga informacionet që kemi brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të cilët na raportojnë që është i tmerruar dhe sigurisht ne jetojmë në një vend vogël ku sigurisht një pjesë e konsiderueshme e pjesët stafit më të afërt të Edi Ramës e urrejnë për shkak të arrogancës, prepotencës dhe mënyrës antinjerëzore në mënyrën se si ai trajton njerëzit. Dhe për rrjedhoj kemi informacione të plota, është i tmerruar. Për ata që nuk besojnë se kjo protest nuk do të arrit objektivat, janë përsëri njerëz të cilët paguhen dhe janë atje për të
për të përquar dëshirat e Edi Ramës. Kjo protest ka mobilizuar të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit dhe në mënyrë të veçantë roli i saj është i jashtëzakonshëm sepse është një leksion demokracie për vendet e Bashkimit Evropian dhe një zgjim i politikanëve të korruptuar, i diplomatëve super të korruptuar, të cilët Edi Rama sa vinë në Shqipëri i blen nëpërmjet brekusheve që i dhuron, nëpër shkuma parti, nëpër hoteleve, nëpërmjet dhomave, luksoze të hoteleve dhe dhuratave të shtrenjta, duke i treguar që populli shqiptar e refuzon këtë qeverisje. Ky sekt anti-shqiptar nuk ka mbështetjen e popullit dhe ne e kemi thënë për gjatë 3 zgjedhjeve të fundit, zgjedhje që në Shqipëri vetëm kryhet votim, nuk ka zgjedhje për shkak se zgjedhjet tona janë larg standardeve perëndimore dhe është një turp i madh për diplomatët perëndimor të cilët nuk kanë folur. Por fatmirësisht, raporti Osakut tregon që në Shqipëri nuk kishte zgjedhje herën e fundit, ku elementët kriminal kanë zgjedhur përfaqësuesit e tyre në parlament dhe besoj që gjatë bisedës mund të vazhdojmë edhe më tej me Patjetër, detaje. dua të ndalemi më vonë tek Osaku sepse më herët dua të marr një opinion nga ju për sa i takon një huaje të miratuar vetëm me votat e mazhorancës në parlament që pritet të marrë Shqipëria për blerjen e armatimeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju jeni në dijeni të kësaj marrëveshje e cila nuk është se është e fundit, daton të paktën 2018-2019 në mos gabohem apo jo. Atëherë, bashkëpunimi, rritja dhe intensifikimi i bashkëpunimit ushtarak të Shtetet Bashkuara të Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës është shtylla kryesore e ekzistencës kombit shqiptar. Është një nga ngjarjet e cila nuk ka ardhur me Edi Ramën, ai përkundrazi e ka prishur këtë bashkëpunim në saj të problematikave të shumta, të cilat besoj do t'i analizojmë, por që është një nga ngjarjet më të rëndësishme për shkak se sa më i fortë dhe sa më e përgatitur të jetë Shqipëria përballë rreziqeve dhe kërcënimeve ballkanike, një pjesë e madhe nga të cilat vjen nga miku i ngushtë i kryeministit në reagim Edi Rama, Aleksandar Vučić, ish ministri i propagandës së shqiptarëve, ish ministri i propagandës së Miloševićit, ministrja e të cilit hiç më pak se një javë më parë bën thirrje për genocid, pra ndaj shqiptare, për pendim që po të ishte ajo në vend të Miloševićit, do t'i kishte larguar, do t'i kishte zhdukur të gjithë shqiptarët nga Kosova. Pikërisht vetëm ky fakt në të cilin ministrat aktual të Vučićit, të mikut ngushtë të kryeministit në largim Edi Rama, tregojnë situatën në të cilën ndodhet kjo marrëdhënie. Së dyti është një nga bashkëpunimet e rëndësishme dhe ky financim, ky investim nëpërmjet programit FMF është realizuar në mënyrë të veçantë edhe me vende të tjera, po të përmend për shembull në shumën e disa miliardë dollarëve Polonia, por edhe vende të tjera, është një lajm i rëndësishëm. Ajo që përbën hile në këtë marrëdhënie, të pasinqert është pikërisht vendimi për të ndërmarrë në momentin ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës më në fund zbuluan që Shqipëria kishte mashtruar gjatë gjithë kohës me shumën mbi 2% të GDP-s, pra të investimeve në mbrojtje, të cilat nuk kanë qenë kurrë më shumë se sa 1.5, 1.6. Dhe për rrjedhoi ai e ndërmori këtë dhe e shiti si një akt të suksesshëm i cili gjasme po çonte marrëdhëniet në nivelet më të larta. Dhe pikërisht në momentin ku në parlament kaloi në mënyrë të paligjshme, sepse nuk ka nevojë të kalohet brenda ditës, mjafton të lajmërohet një thirrje në respekt të kushtetutës së Shqipërisë që të votohet një javë më pas. Për shkak se të gjitha forcat politike shqiptare, në mënyrë të veçantë opozita që është shumë herë më afër Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe bashkëpunimit me SBA, Edi Rama e konsideroi, e kaloi brenda ditës sepse ka
shumën, ka shumicën e deputetëve, nga një anë dhe nga ana tjetër vjen raporti i Osakut, i cili hedh në erë të gjithë propagandën e gënjeshtër të Taulant Ballës. E qartë, dua të ndalemi tani te ky raport që nuk është as pak i këndshëm, të themi të vërtetën. Çfarë peshe ka ai në vlerësimet që bëjnë institucionet amerikane për Shqipërinë? Në rast se i referohemi të gjithë informacioneve të 13-14 viteve të fundit, pavarësisht propagandës, investimeve, edhe një pjesë të një ambasadori apo ambasadoreje me një qëndrim të gjatë në Shqipëri, me një qëndrim as pak korrekt ndaj forcave politike, ju e dini që Yuri Kim ka qenë krejtësisht kundër opozitës, në mënyrë të edhe në shkelje të mandatit dhe të misionit të saj diplomatik. Edi Rama është përpjekur të shesi marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si marrëdhënie që ky i ka çuar në nivelet më të larta. Në fakt nuk është as pak e vërtet, për shkak se që në 13-ën, 14-ën, kur Shqipëria në mënyrë të organizuar dhe në urdhrat e kryekorbit të rilindjes filloi kanabizimin e Shqipërisë, të gjitha raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe të agjencive inteligjence e kanë konsideruar Shqipërinë si një vend problematik, ku qeverisja është e lidhur me krimin organizuar, ku Shqipëria është një qendër operacionale dhe pastaj përgjatë këtyre mandateve, sa më shumë që lidhej dhe forcohej varësia Ramës nga krimi organizuar, nga trafiku dhe nga njerëz të rëndësishëm të botës krimit jashtë shtetit, këto raporte kanë qenë gjithmonë edhe më të rënda. Dhe përrjedhoi, ky raport pasqyron situatën reale, të cilën ne në mënyrë të vazhdueshme e kemi pasqyruar tek agjencitë dhe institucionet amerikane në mënyrë të vijshme. E qartë, në raport gjithashtu flitet edhe për infiltrimin e elementeve kriminale në institucione apo për lidhjet e grupeve shqiptare me rrjete ndërkombëtare. Sa shqetësues, kolonel, është ky konstatim për sigurinë tonë kombëtare? Nëse ju mendoni se në Shqipëri ka siguri kombëtare, gabojeni rënd. Për arsye sepse 3 shtyllat në të cilat bazohet siguria kombëtare, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme dhe Shërbimi Informativ Kombëtar janë 3 institucione të cilat kanë probleme të jashtëzakonshme. Dhe në këtë këndvështrim, kur them për Ministrinë e Mbrojtjes, nuk e kam për shtabin e përgjithshëm, për shkak se duke qenë një nga personat që kam kaluar rreth 35 vite karrierë me të gjithë kolegët cilët janë atje në shtabin e përgjithshëm, por pjesa civile është e përfshirë nga një korrupsion i tmerrshëm endemik, që nga vendosja kryesorës së rilindjes Mimi Kodhelit, krye hajdutes së rilindjes, e cila në bashkëpunim me korbin e Ministrisë Brendshme kanabizuan Shqipërinë. Njëra i lejonte aeroportet, tjetri kanabizoi Shqipërinë, njëra fikte radarët, tjetri me kushuritë e vet bënte trafik. Kjo tregon nivelin se sa thellë është penetruar nga krimi organizuar, nga bota e krimit organizuar, nga trafiku i drogës Shqipëria. Ju e keni parë që në një nga problemet më kryesore që nga sekretari Marco Rubio, po drejt për drejt në udhëzimet e presidentit Trump, vazhdimisht sekretari Rubio ka bërë thirrje për hetimin e liderëve të cilët janë të lidhur me trafiqin e drogës. Dhe ju e keni parë që statusin e biznesmenëve strategjik Rama ja u ka dhënë gjithë përfaqësuesve të krimit organizuar, përfshi këtu dhe ata të cilët do të investojnë në Zvënec, gjë cilën është e provuar nga agjencitë e inteligjencës europiane, nga DEA amerikan, por në mënyrë të veçantë nga SPAK-u dhe BKA-ja. Dhe ju e kujtoni se si një nga përfaqësuesit e Sinaloas shkonte në kryeministri, takonte Ramën dhe merrte investime pra leje për të investuar në Shqipëri. Këto janë vetëm maja e icebergut, për shkak se qindra raporte dhe informacione të tjera, të cilët kanë vërtetuar lidhjet apo investigimet e Sky, Encrochat, Emerald, të cilat kanë treguar se si ish ministrat brendshëm të Republikës së Shqipërisë apo deputet apo ish ministra
bëjnë porosi për vrasjen ndaj krimeve kriminale dhe nuk po flas këtu edhe si në statusin e ish ministrit të brendshëm ku përfshirja e grupeve kriminale në periudhat zgjedhore, pra në fushatat zgjedhore nga Partia Socialiste, bajrat në Shkodër, qelat në Elbasan, por dhe qindra persona të tjerë me precedent kriminal, apo organizimi gjithë burgaxhive për të nxjerrë përfaqësuesit e tyre në parlament, si në rastin e Elbasanit. Dhe jo vetëm, janë një kamban alarmi shokuese për mënyrën se si qeveriset Shqipëria. Megjithatë, kolonel, kur lexon këtë raport, ka ende shpresë. E them këtë se pavarësisht krimit të organizuar, infiltrimit të elementeve kriminal në institucione kryesore, pastrimit të parasë pisët që qarkullon në vend, çka sjell edhe zhvlerësimin e monedhës vendase, raporti bën një dallim, vlerëson SPAK dhe BKH se kanë shtuar hetimet. A mendoni ju se institucionet e drejtësisë po arrin rezultatin që pritet në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Në rast se do të hym, unë jam një nga njerëzit që mbështes SPAK-un dhe BKH-n për shumë arsye. SPAR-i, sepse janë shpresa e cila ka qenë një shpresë të cilën shqiptarët për 30 vitesh e kanë kërkuar. Së dyti, mandati i personit që drejton sot SPAK-un është një mandat totalisht i dështuar, për shkak se edhe raportet amerikane dhe europiane kanë bërë thirrje qartazi për mospërfshirjen e qeverisë ose mos ndalimin e qeverisë për arrestimin e personave të korruptuar, të qeverisë të rilindjes, ku e kemi parë që Edi Rama, pra kryekorpi, nuk lejon që asnjë nga sorrat e tij që kanë vjedhur gjithë Shqipërinë, asnjë nga sorrat e tij, qofshin këto të qeverisë apo ish të qeverisë të mos arrestohen. Së dyti, për investimet e jashtëzakonshme dhe për benefitet që kanë këto prokurorë, fatkeqësisht një pjesë e cilëve të super korruptuar edhe brenda SPAK-ut, në mënyrë të veçantë gjatë mandatit të parë, që nga krajet e krajanët e mëdhej, të cilët kanë përfituar miliona dollar nga pronat e ushtrisë dhe nga të qenit prokuror të SPAK-ut. Pra, misioni i SPAK-ut është shumë larg pritshmërisë, larg investimeve dhe atij mali të dosjeve të cilat janë të gatshme për shkak sepse reforma e drejtësisë i dashur Erion nuk është asgjë më tepër një reformë në të cilën Edi Rama ka futur të gjitha sorrat e rilindjes. Pra është një reformë totalisht e kapur nga sekti i rilindjes. Hapat e deri tanishëm, kolonel, të kryera nga SPAK, ju e shihni si manovër e kryeministrit Rama për të larguar, për të izoluar armiqt, kundërshtarët e tij, apo thjesht duhet të presim radhën? Duhet të presim radhën, fitim kohë për shkak se Rama i ka marrë sinjale tashmë që do largohet, është vetëm thjesht një tentativë për fitim kohë. Ju e keni parë në Shqipëri një pjesë e madhe e parave të vjedhura të shqiptarëve përdoret për lobim të pistë, që nuk përflasim për lobime të rregullta, të cilat siç ka bërë Partia Demokratike është regjistruar dhe janë të deklaruara. Apo siç i bëjnë edhe disa parti politike të tjera këtu në Washington DC. Por flasim për çanta parash, për avion, për transporte parash, të cilat tashmë janë bërë të cilat sot janë objekt diskutimi në Parlamentin Evropian, por edhe në Senatin dhe Kongresin Amerikan. Dhe pikërisht për këtë qëllim, nën edhe kërkesat dhe presionin e diasporës shqiptare amerikane, një kongresmen, po që është së bashku me një grup të caktuar i ka bërë thirrje edhe kërkesë që brenda 180 ditësh, bëhet fjalë një muaj e gjysmë përpara, që Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencitë Inteligjencës të ofrojnë një raport të kufizuar për lidhjet e qeverisë së Rama me drogën.
edhe me trafiqet e drogës. Dhe pikërisht ajo që reflekton ky raport nuk është asgjë, është vetëm një pjesë e vogël e kësaj që sapo thash, por që ai është i tmerruar sepse po sulmohet nga gjitha anët. Nga njëra anë, me pa të drejtë, po përpiqet që të qesi sikur ky është investim i kërkuar nga presidenti Trump, ndërkohë që presidenti Trump nuk e di as emrin kryeministit Rama, dhe ju e keni parë servilizmat dhe lëpirjet e tij në të gjitha takimet, po që ai ka injoruar në mënyrën më të tupshme të mundshme, dhe është fatkeqësi e madhe që Shqipëria drejtohet nga një njeri i korruptuar, por edhe një klon ndërkombëtar, i cili në të gjitha takimet ndërkombëtare përpiqet të tërheqë vëmendje me atlete, me brekushte, por jo vetëm. Kolonel, meqense se kjo është ftesa e parë që ju kam bërë në këtë logo të re, nuk është e fundit, këtë ju asiguroj, dhe ju ndodheni përtej oqeanit. Na jepni këtë version që nuk përputhet me çfarë dëgjojmë ne këtu në kundër ofensivën që duket se e jep efektin e vet tek ata që ndezin ekranin për të mësuar çfarë ndodh, për të parë cejaket e një qeverie që ju thoni është në ditët e fundit, apo edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve që duket se ky popull e ka shpresën parsorë më tepër se sa te veprimet konkrete që duhet të ndërmarr. A keni ju një mesazh për ne, shqiptarët, ata që ecin në bulevard mbrëmjeve apo që përballen me policin para parlamentit sa herë që ka një seancë plenare, se çfarë duhet të bëjnë, kujt duhet i besojnë dhe sa duhet të investojë gjithë secili për atë që duhet jetë Shqipëria e re? Në mënyrë shumë modeste, përpara se të përgjigjem pyetjes, po ju them që ne jemi brenda Shqipërisë, jetojmë me realitetin, jemi në kontakt me gjithë aktorët dhe njerëzit e rëndësishëm të protestat, të rëndësishëm se janë shumë. Askush nuk e kontrollon dot atë protestë. Ajo është një protestë popullore, e cila ka një përfaqësim të gjerë, pavarësisht dëshirës dhe përpjekjeve të jashtëzakonshme të sektit rilindjes për ta marrë kontrollin e saj, apo për t'i blerë. Një nga pyetjet kryesore që më kanë bërë një pjesë e madhe e pjesëtarëve që përfaqësojnë grupime të caktuara. Çfarë mendimi ke, modest, ndaj meje? I kam thënë, në mënyrë absolute nuk duhet të dalë 1, 2, 3 koka për shkak se Edi Rama kushdo qoftë është i cënuar, pra mund t'i blej. Dhe një nga gjërat kryesore që ato kanë është sepse aty ka shumë grupime. Spari. Së dyti, mesazhi është i jashtëzakonshëm. Shtetja jonë është e përditshme. Të vazhdojnë deri në zbatimin vetëm një kërkesë do të ketë, Erion. Kërkesa është vetëm një. Largimi i Edi Ramës dhe i sektit të rilindjes. Kemi kushteve për një qeveri kalimtare, pastaj kjo qeveri kalimtare të bëjë ndryshimet kushtetuese, duke zhbërë gjithë ligjet antishqiptare, të cilët kanë qëllim zhdukjen e popullit shqiptar, dhe pastaj një dhuratë për Edi Ramën, me që ne nuk kemi se çfarë të qesim. Vetëm çifteli, qeleshe, flamur për cilën ne kemi luftuar, përfshim mo, për atë flamur ne kemi rrezukuar jetën në misionet e shtetit, dhe nuk mundet dhe nuk guxon një breksalep, një hajdut si Edi Rama, të tallet me atë flamur për cilin janë derdhë, është derdhë gjak për gjatë gjithë viteve të historisë, dhe shqiponjat t'i bëjmë dhuratë, disa shqiponja, disa qeleshe dhe disa qifteli si një person që urren në mënyrë të veçantë veriun. Pra është kërkesa, zbatimi, vazhdimi i kësaj proteste dhe kërkesa pa negocueshme, largimi i kryekorbit dhe të rilindjes dhe sorrave të tij hajdute të rilindjes. Kolonel Demiraj, shumë faleminderit që pranuat këtë ftesë të parë në PIK. Ju faleminderit, është kënaqësi gjithmonë. Në mënyrë të veçantë me ju, pasi ju jeni një nga njerëzit më profesionistë dhe u them me sinqeritetin më të madh që kanë pasur mediat shqiptare dhe ka qenë kënaqësi analizat e përbashkëta me ju. E vlerësoj shumë, faleminderit nga zemra për çdo fjalë të sinqertë që thoni. Faleminderit edhe një herë. Gjithë mirat. Qëndroni me ne. Vetëm pas pak në segmentet që pasojmë, flasim për integrimin e Shqipërisë, sfidat, çfarë po bëhet konkretisht, për të ndalur pastaj edhe tek dy hapat,
fundor apo jo të një qeverie Rama 4. Dorëzimi dhe besa. Na ndiqni.